Pra mirësia është tek të gjithë, si të besimtari i fortë dhe ai që është i dobët, por mirësia është mirësi relative. Sigurisht e fuqishme është mirësi më e fuqishme dhe më e fortë, më e plot, tek i dyti është më e pjetshme. Edhe Allahu Azza wa Jalla thotë inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Për evlijat të dashurit e Allahut nuk do të ketë frikë dhe nuk ka pse të trishtohen. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ata cilët kanë besuar dhe të cilët janë të devotshëm. Por Allahu subhanahu wa ta'ala pëlqen për nesh punën e cila është e plot, punën e cila është e përsosur. Qoftë kjo punë prej adhurimeve, prej bindjes së Allahut subhanahu wa ta'ala, prej namazit, agjërimit, leximit të Kur'anit, çdo punë tjetër, madje edhe nëse kjo punë është punë e dunjas, Allahu Azza wa Jall e pëlqen që të jetë një punë e përsosur dhe e përkryer. Dhe profeti alayhi salatu wassalam thotë: "Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu." Allahu dëshiron që nëse dikush prej jush e bën një punë, atëherë ta përsos apo ta përkryej atë.